E tashmë është koha që të shohim se çka ka ndodhur në ballinën e Gazeta 10, në lajmet e Gazeta 10, ku mund të klikani dhe mund të shkoni dhe të klikani në ballinën e Gazeta 10, edhe të shihni lajmet të cilat janë të shpejta edhe që janë gjithmonë në kohën e duhur. Po hime dhe na dhe po lexojmë se çka ka ndodhur gjatë këtyre 24 orëve të fundit për krejt ju të cilët veç jeni kanë za me punë, keni pas punë tjera, nuk keni mujt me ditë se çka ka ndodhur krejt këto 24 orëve të fundit. Po besoj ju tregojmë ne. Tashmë në këto momente edhe këto qaste bashkë me Artën. Po, të një përvetë dhe të përgjith ata që kanë mund me vërzjet Gazetën 10 dhe debatin e mbrëmshëm që si gjithmonë, ka lajme të cilat nuk rreshtin nga debatet e mbrëmshme. Nëse fokusohemi tek tema e diskutimit që ka pasur mbrëm në politiku, ka pasur përplasje të ashpra mes panelistëve dhe në rastin konkret kemi pasur me Drenorin i cili nuk ka qenë i qetë ashtu si që jemi mësuar të shohim në debatet e fundit dhe pas daljes që ka pasur javën e kaluar nga emisioni, këtë radhë ka pasur përplasje me Çollakun, por sigurisht një gjë e tillë e cila por edhe me Pantinën, sepse e njëjta ka qenë çështja pra diskutimi mes qeverisë dhe asaj se çfarë po ndodh deri më tash. Dhe në ballinë e Gazetës 10 është ku Drenori i drejtohet Çollakut mshele gojën kush po të paguan ty kundër Kurtit dhe kështu pastaj është thelluar debati mes tyre. Nëse hyjmë edhe klikojmë edhe lexojmë një lajm i cili e përmenda pra ka qenë goxha i diskutuar gjatë natës së mbrëmshme, një debat i ashpër ka shpërthyer në emisionin Politiko mes komentatorëve politik Xhavid Drenorit dhe Adrian Çollakut, ku tema e diskutimit ishte qeverisja e Albin Kurtit. Diskutimi mori një kthesë të papritur, kur akuzat personale filluan të mbizotranin. Çollaku akuzoi Drenorin se ai është i lidhur me një parti politike, ndërsa Drenori ju përgjigj duke akuzuar Çollakun se po paguhet për të shpërndar materiale kundër Kurtit në gazetën Blic, pra gazetave që udhëhiqet nga Adrian Çollaku. Përplasja u intensifikua, ndërsa të dy palët i dhanë një kuptim të ri tematikës së debatit, duke përmendur edhe financimin dhe transparencën e medjave. Ti je në agjendën e një partie, ka thënë Çollaku. Drenori u kundërpërgjigj ashpër derisa akuzoi Çollakun se paguhet për materiale kundër Kurtit në gazetën Blic, teksa pyeti apo djen mërzi që është hiç dinari. Kush po të paguan, a e din ti çka qet lajme, Albin Kurti pa qavër, ai 48 deputet i merr, ka thënë Drenori. Çollaku nga ana e tij kërkoi që çdo informacion për financat e tij dhe të medjave ku ai kontribuan të ishte i qartë dhe i verifikueshëm nga autoritetet shtetërore, duke theksuar se nuk ka asnjë fshehje në këtë drejtim. Mshile gojën pa qavër jeti, një obligim me sqaruar se prej kujt paguhemi na. Na financat i kemi publike, nëse Blici dhe Çollaku paguhen prej dikujt, shteti i ka të gjitha mekanizmat dhe jo me ardh dikush në studio e me bë filma. Ky duhet me kërku falje, ka thënë Çollaku. Pra, si gjithmonë diskutimet e tilla të cilat ndoshta nga tema kryesore e diskutimit vetë se përfundojnë në akuza personale, por ka pasur edhe lajme të tjera të cilat kanë të bëjnë lidhur me zhvillimet të fundit që ka pasur në Kosovë. Nëse hyjmë tek rubrika e lajmeve, e kemi në ballinë që është rrezikuar mbytyja në Velipoj, policia shpëton 2 turiste kroate. Ky ka qenë lajmi kryesor në ballinën e Gazetës 10 tek rubrika e lajmeve. Ashtu, kemi pas edhe lajme të ndryshme sa i përket edhe tashmë ishte ndjerit Fatanariza i cili tashmë ka ndruar jetë, por që gjatë ditës së djeshme në fakt ka qarkullu një letër të cilën e ka publiku ish avokati i tij dhe ku ato shkruaj amanitit të cilën i ka lënë në nëse ti ku tregon që pavarësisht situatave dhe rrjedhunave ku e ka ndjej si një lloj situate që mund ndodh edhe mund vije direkt tek vrasja e tij, ka kërkuar që trupi i tij të dërgohet në vendlindje edhe që trupi i tij të varrosej në vendin ku ai ka lindë. Kështu që gjatë ditës së djeshme është diskutuar mjaft shumë. Po ashtu një lajm tjetër të cilin sot pritet të ndodh është se sot Kurti ka një takim me sekretarin e NATO-s, gjatë ditës së djeshme fakt është diskutuar mjaft shumë se çfarë do pritet edhe çfarë do të ketë nga ky diskutim. Gjithashtu mos të harrojmë se lajmet edhe për zgjedhjet nuk kanë të mbaruar, ato e pas parasysh tashmë kryetarët e partive po dalin me reagimet e tyre, ato e pas parasysh që është bën gati më shumë se një muaj, jo gati më shumë, por një muaj e më shumë kemi fakt. Një muaj e 30 kështu takimi që tashmë
nga zgjedhjet të cilat kanë përfunduar në vendin tonë edhe jemi ende pa qeverisje të vendit tonë, e mbi gjitha kryetarët e partive kanë dalë edhe kanë bërë reagimet e tyre duke pas parasysh që situata nuk është as pak e duhur. E gjatë ditës së djeshme edhe Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbajtur një mbledhje të kryesisë së tyre edhe na kanë treguar për raportet të cilat tashmë pritet që të ndodhin në Lidhjen Demokratike të Kosovës Abdi Gjiku, si kryetar i kësaj lidhje, ka thënë se nuk kemi dhe s'punojmë për bashkëpunimin me vetëvendosje, sepse e dim që tashmë pritet ose të ndodhë një bashkëpunim që vetëvendosja të jetë në qeverisje, ose të mos kemi qeverisje fare. Edhe nëse kujtojmë në njëta dje, pati një deklarim të kurtit, ashtu si Tortura Zy, po me gjithse u deklarua para medjave, ku tha që vetëvendosja do ta bëjë qeverim, do ta bëjë vetme. Dhe kjo ishte një deklarim që pastaj rodhi edhe në deklaratat të tjera nga kryetari i partisë, po mendoj nga kandidati për kryeministër që ishte në këto zgjedhje i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, i cili vetë tha që edhe nëse Kurti mendon që ta bëjë me pakicat jo serbe qeverin, prap nuk i dalin numrat për të formuar qeverin, prap nuk i dalin 61 deputet. Dhe një gjë e tillë pritet të diskutohet se çfarë do të ndodh konkretisht edhe kush potencialisht mund të jenë edhe bashkëpunëtorët e Kurtit në mandatin e ardhshëm. Po donjeta bisedimit e mbrëmshëm në politiko, realisht që u diskutua për prejardhjen e medjave dhe financimin e tyre, ka pasur edhe një raport që është publikuar për gazetarët në Shqipëri, e që e kemi pasur edhe këtë që është diskutuar për lirinë e medjave edhe pengesat që ka pasur. Mos harrojmë që të zgjedhjet në Shqipëri tashmë jemi 11 maj edhe pritet të ndodhin edhe atje situata të cilat veç po kanë ndodhur kështu në vendin tonë edhe shprita e situatës. Edhe një veprim i tillë në prag një raport i tillë për pengesat e mëdha që raportohet të kenë gazetarët në Shqipëri mund të jetë goxha problematik dhe shqetësues ashtu po i referohemi. Dhe janë publikuar pastaj se sa është bërë një raport që është publikuar dhe është hartuar nga Rrjeti Ballkanik i Gazetërisë Investigative dhe nga Qendra Studimore lidhur me lirinë e medias atje. Pra, nëse flasim për Shqipërinë, e dim dhe që në rajon kështu Kosova i ka punët më së miri për lirinë e mediave. Po, definitivisht po. Kemi atë lirin që mëjnë me bu me shprej, ka njëherë dhe keq përdorim për mbi që tha. Janë ato mediat që nuk janë mediat, i thëmë, pseudo gazetar. Një lajmë tjetër gjatë ditës së djeshme pashto të cilën veç e kemi pa edhe është fakt në vazhdimisht në diskutimet e tona, është që nga momenti i asaj mosmarrëveshje e cila ka ndodhur me Zelenskin edhe Trumpin, e që tashmë gjatë ditës së djeshme Zelenski ka dërguar një kërkimfalje për mosmarrëveshjen e cila ka ndodhur në Shtëpinë e Bardhë dhe një letër drejtuar Trumpit, ku pretendoi se supozohet një datë ku të zhvillohet një takim përsëri edhe të ketë një kërkimfalje mes tyre. Po. Është ky lajmi të cilin po e diskutoj. Ka pas kështu lajme mjaft interesante edhe gjatë ditës së djeshme, po gjithashtu po hym edhe po i shohim te 10 Priusi se pas që dje kishte pas fakt goxha shumë lajme interesante, edhe që tashmë një lajm të cilin e kemi në Ballin është se tashmë çifti Verona dhe Buci janë bërë prindër edhe kanë publikuar një foto nga lindja e djalit të tyre, edhe ka bërë një dedikim shumë të mirë për kujdesja jote ndaj meje e Elius është një bekim, ka thënë Buci, sa i përket Veronës gruas së tij tashmë. Raporti i tyre ka qenë goxha i stërdiskutueshëm, ashtu po themi, pas hyrjes së Bucit në Big Brother VIP Kosova, edhe lidhjes së tij pastaj me pjesëtarët aty që kanë qenë. Ka qenë i stërdiskutuar me dyshime të shumta, me probleme të shumta, nëse flasim edhe për bashkëpunimet e tij, po mendoj bashkëpunimet në lojë ashtu që i pati me Santianën, dhe të cilat sollën edhe pastaj disa hyrje të mëdha dramatike ashtu po i themi të tyre. Por që sigurisht ju një kishte lajmi kryesor që kishte tek 10 Plusi, ka pasur gjithashtu zhvillime edhe të tjera ku thuhet që Monika Tili ka shkuar tek varri të Vëllajt, lotët e mi ishin vetëm ti dhe Zoti. Ka qenë njëri ndër lajmet dhe sigurisht pastaj edhe zhvillimet me Gjestin, të cilat nuk kanë pasur të ndalur se çfarë mund të ndodh apo jo me Gjenetën dhe me Eglin. Dalja e Eglit ishte ashtu pak më
më dramatike, nëse mund të themi dënjeta. Sepse e përmendëm edhe dje diskutuam që përveç mbështetjes që ka marrë nga publiku, ka pasur edhe mbështetje gjithashtu edhe nga banorët brenda, të cilët gjallën diskutime përgjegjësin se ka paltretuar vajzën e gjëra të tilla. Fakt, një diskutim tjetër i cili pritet edhe të ndodhë sot është se Prime-in e tashme të Big Brother që jemi mësu mi diskutu krejto ngjarjet të cilat do ndodhin në Prime-in e sot, është një diskutim i cili ka ardhur pas situatave të pas parasysh që gjithë tashme ka bërë një mini puthje, kështu t'i themi, me Laertin, e që është diskutu mjaft për seksualitetin e Laertit, se çfarë po ndodh me të, krejto situatave më duket se do të diskutohet në ngjarjen e Prime-it. Një 24 orë ashtu të dramatik për Laertin, me to. Definitivisht po. Mirë.